Mirë se riktheheni në History of Simple Things. Tema e sotme vjen nga një prej shikuesve tanë, Dustin Dend, faleminderit për sugjerimin. Ju pyetet, cili është ndryshimi midis cimentos dhe betonit? Nëse keni dëgjuar ndonjëherë dikë të thotë trotuar cimentoje ose ndërtesë cimentoje dhe keni pyetur veten nëse janë e njëjta gjë, nuk jeni vetëm. Këto dy terma shpesh përdoren si sinonime, por në fakt janë mjaft të ndryshëm. Njëri është thjesht një përbërës kyç për të bërë tjetrin. Pra, cili është ndryshimi i vërtetë? Qëndroni me ne ndërsa e shpjegojmë këtu në History of Simple Things. Cimentoja është në thelb ngjitësi që mban bashkë betonin. Është një pluhur i imët që prodhohet duke ngrohur gurgël qeror dhe argjil në temperatura shumë të larta, rreth 1450 sa. Ky proces krijon një material të quajtur klinker, i cili më pas bluhet dhe përzihet me disa minerale të tjera për të formuar atë që njohim si cimento Portland, lloji më i zakonshëm. Vetë cimentoja nuk është shumë e dobishme. Nëse e përziheni me ujë, ajo forcohet, por nuk është mjaftueshëm e fortë për ndërtim më vete. Këtu hyn në lojë betoni. Betoni është materiali final, i fortë si shkëmb, që përdoret në gjithçka, nga trotuaret deri te rokaqiej. Ai krijohet duke përzier cimenton me ujë, rër dhe zhavor ose gur të grimcuar. Kur këta përbërës bashkohen, ndodh një reakcion kimik i quajtur hidratim, i cili e bën përzierjen të ngurtësohet dhe të fitojë forcë me kalimin e kohës. Mendoni kështu, cimentoja është si mielli në një recetë keku. Nuk do të hani një lugë miell, por kur e përziheni me vezë, sheqer dhe gjalp, merrni një kek. Në të njëjtën mënyrë, cimentoja vetëm nuk bën shumë, por kur kombinohet me përbërës të tjerë, formon beton, një material mjaftueshëm i fortë për të ndërtuar ura, rrugë dhe ndërtesa. Ngatërimi midis cimentos dhe betonit është shumë i zakonshëm dhe ka kuptim. Cimentoja është një pjesë kaq e rëndësishme e betonit sa njerëzit shpesh mendojnë se janë e njëjta gjë. Madje edhe punëtorët e ndërtimit apo amatorët ndonjëherë thonë rrugë cimentoje, kur në fakt nënkuptojnë beton. Një tjetër arsye për konfuzionin është marketingu. Disa kompani shesin produkte të etiketuara si përzierje cimentoje, por ato shpesh përmbajnë edhe rër dhe zhavor, pra janë në fakt një përzierje betoni e gatshme. Si forcohet cimentoja? Kur shtohet ujë, fillon një proces interesant. Grimcat e vogla të cimentos reagojnë me ujin dhe formojnë kristale që lidhen mes tyre, duke krijuar një masë të fortë. Ky proces, i quajtur hidratim, vazhdon për ditë, javë dhe madje vite. Prandaj betoni bëhet më i fortë me kalimin e kohës. Në fakt, romakët e lashtë ishin mjeshtër të ndërtimit me cimento. Ata përdorën hi vulkanik për të krijuar një formë betoni që i lejoi struktura si Pantheoni dhe ujësjellësit të mbijetojnë për mbi 2000 vjet. Jo të gjitha cimentot janë njësoj. Ka lloje të ndryshme për kushte të ndryshme. Për shembull, cimento rezistente ndaj sulfateve përdoret në mjedise me kimikate të forta, si uji i detit. Cimento me ngurtësim të shpejtë përdoret kur projektet duhet të përfundojnë shpejt. Edhe betoni vjen në shumë forma. Disa përforcohen me hekur, armatur, për forcë shtesë. Të tjerë përmbajnë fluska ajri për të qenë më të lehtë dhe izolues. Ekziston edhe betoni vetriparues që përmban baktere që prodhojnë gurgël qeror për të mbushur çarjet. Balanca e përbërësve është shumë e rëndësishme. Shumë ujë e dobëson betonin, ndërsa shumë pak e bën të vështirë për t'u punuar. Prandaj përdoren raporte të sakta. Një rregull i zakonshëm është rregulli i 6-s. Të paktën 6 thas cimento për metër kub. Raporti ujë cimento jo më shumë se 0,6. Të paktën 6 ditë kurim për forcën fillestare. Kurimi i duhur, mbajtja e betonit të lagësht dhe në temperaturën e duhur, ndihmon në parandalimin e çarjeve dhe rrit qëndrueshmërinë. Cimentoja përdoret kryesisht si lidhës, prandaj gjendet në llaç për tulla, suva, fuga mes pllakave. Betoni, nga ana tjetër, është kudo, rrugë, ura, diga, ndërtesa dhe madje struktura nënujore. Diga Hoover, për shembull, përmban mbi 3 milion metra kub beton dhe ende po forcohet. Një problem i madh është se prodhimi i cimentos lëshon shumë kohë, rreth 8 emetimeve globale. Por studiuesit po zhvillojnë alternativa më ekologjike, si betoni që thith kohë gjatë forcimit. Pra, herën tjetër që dikush thotë trotuar cimentoje, ju do ta dini që në të vërtetë është beton.
Cimentoja është vetëm një përbërës, si mielli në kek, ndërsa betoni është produkti final. Të kuptuarit e këtij ndryshimi nuk është vetëm çështje saktësie teknike, ju ndihmon të vlerësoni materialet që formsojnë botën tonë. Faleminderit që na ndoqët. Nëse keni sugjerime për videon ton të radhës, shkruajini në komente. Mos harroni të bëni like, të abonoheni dhe të qëndroni me ne për më shumë histori nga gjërat më të thjeshta.